Atëherë faleminderit shumë për interesimin. Sot erdhëm tek zyrat e rregullatorit të energjisë për t'i deponuar dëshmitë të cilat i kem mbledhur ne gjatë këtyre ditëve. Pra janë këto 884 dëshmi, jo 8, jo 80, 884 dëshmi tona dhe janë qindra dëshmi të cilat i kanë dërguar qytetarët e Republikës Kosovës në adresën time, të cilat po i deponojmë këtu në zyrën e rregullatorit të energjisë për të kërkuar hetim, për kërku zbardhje të këtij rasti, sepse një hetim i gjithë këtyre njësorëve të cilat kanë marrë gabimisht, do duhet të bëheshin në afat sa më shpejt. Pra zyra e rregullatorit është organi vetëm i cili merr vendime në sektorin e energjisë dhe nga ta po kërkojmë që hetimin ta fillojnë menjëherë për t'i parë se sa e madhe është kjo vjedhje, sa e madhe është ky skandal. Sa e madhe është ky skandal në shuma, në mjete financiare, sepse qytetarët po presin përgjigje. Jo vetëm po presin përgjigje, po presin edhe kompenzim madje të damit të cilin e kanë shkaktuar. Pra, këtu po i shihni prap edhe nga qytetarët të cilët kanë dërguar fotografi e dëshmi. Në njësor është ora 4:50, në kohën reale është ora 9:58. Në njësor është ora 5:18 e mëngjesit. Në kohën reale, ora reale është 14:52. E kështu me radhë kemi plot dëshmi të cilat i kemi bë bashkë për të kërkuar hetimin me fillu menjëherë, sepse qytetarët janë manipulu dhe janë keq përdorur paratë e tyre. Humbjet janë të mëdha, po flasim për humbje milionëshe. Pastaj, nëse këto të cilat unë sot i mora dalin të vërteta, po e shohim që punëtorët e KEC-it kanë dalë në terren, të organizuar dhe të mobilizuar për t'i larguar njësorët elektrik, ato të cilat po masin keq, sepse edhe një reagim të cilën e bën pak më herë, derisa po vija këtu, reaguan dhe thanë që mund të ketë devijime, po janë devijime të vogla dhe janë devijime teknike. Jo. 884 mostrat mia dhe qindra mostrat të qytetarëve nuk janë gabime teknike. Janë manipulim sistematik dhe këto kërkojnë përgjigje. Pra edhe nga zyra e rregullatorit të energjisë kemi kërku me ndalu menjëherë intervenimin nëpër njësorët elektrik nga KEC-i, sepse kësaj po fshihet krimi, kësaj po fshihen edhe detajet dhe provat, dhe fshirja e provave është vepër penale të dashur qytetarë dhe ju media. Prandaj duhet që menjëherë të ndalohen këto veprime të KEC-it derisa të kryhet hetimi i plot. Pastaj hetimi do të na tregojë të vërtetat dhe do të na jap informacionet reale se çka në vërtet ka ndodhur. Dhe para zyrës rregullatorit të energjisë, unë kërkoj shkarkimin ose dorëheqjen e bordit të zyrës rregullatorit të energjisë, për shkak se kanë dërshtuar në implementimin e rregullave dhe vendimeve të tyre. Pra, ky bord rregullues, ky bord që është dashur me siguru që të implementohen vendimet e tyre, ky bord që është dashur me siguru që qytetarët mbrohen, ka leju që një keqpërdorim i shkallës kaq të madhe me ndodhë në gjithë Republikën e Kosovës. Prandaj ky bord nuk mund të vazhdojë më punën dhe duhet të jap dorëheqje. Në të njëjtën kohë me i bë thirrje bordit të zyrës rregullatorit të energjisë, sepse në këto momente janë duke u bërë edhe rishqyrtimet e tarifave të reja të energjisë elektrike. Pra një bord i cili ka lejuar një manipulim dhe një keq menaxhim kaq të madh në shkallë vendi nuk ka më kompetencë të marrë vendime për ngritje të çmimit të energjisë elektrike dhe ky vendim i bordit duhet të anulohet dhe nuk duhet të shkohet më tepër. Dhe në fund, nga zyra rregullatorit të energjisë kërkoj masat menjëhershme për me i kompenzu të gjithë qytetarët të cilët janë keq përdorur në këtë skemë mashtrimi. Sa unë që ndojnë financiar zdrazi prafërsisht? Ndëgjom, nëse vetëm 1 cent secila orë mundet me u keq përdorur, po flasim për 5.000 euro në ditë, për 150.000 euro në muaj e për afër 2 milion euro në vit. Po mos flasim që orët mundet me manipulu edhe me 50 cent e 1 euro ku ta dijon. Pra janë shumë të mëdha, këto shuma do të mund të na jepnin vetë këta të cilët do ta bënin një hetim forenzik të pavarur për këto keqpërdorime dhe këto manipulime që kanë ndodhur. A pretendoni që janë gabime teknike apo qëllimshme? Nuk mundet me qenë gabim teknik, marrja prej, domethënë mostra prej 884, me thonë që 87% e njësorëve kanë devijime. Pra nuk munden me qenë gabimet izoluara, sepse 87% nuk po flasim më për izolim, po flasim për përhapje në shkallë vendi. Unë për atë po kërkoj që një hetim i pavarur
një hetim i cili do të bënte edhe hetim forenzik të njësorve, na mundsoj të dimë realisht dhe saktësisht çka ka ndodhur. Por jo t'i lejojmë që këto prova të fshihen, sepse njësorët e manipuluar po hiqen tani nga ormanët në ndërtesa kolektive, po futen në përpako dhe nuk e di unë se ku do të shkojnë dhe ku do të mbarojnë. Prandaj po kërkojmë edhe nga hetuesit, edhe nga policia që mos të lejojnë që këto veprime nga keci të bëhen në këto ditë sa ne jemi të ngritë këtë çështje dhe po kërkojmë informacione dhe hetime të pavarura. Ju e keni shikuar njësurin e shtëpisë apo banisë ku jetoni? Edhe unë kam shikuar, edhe unë kam gabim, sikur shumica këtyre njësorëve. Çka ka më saktë gjetur? Mat mrapa, sikur shumica këtyre njësorëve dhe njësorit në banesën time mat mrapa, që do të thotë në kohën kur unë po e shfrytëzoj ose mendoj se po e shfrytëzoj energjinë me të lirë, po vazhdoj me e shfrytëzuar energjinë me shtrejt. Pra vendimi i zyrës rregullatorit, i cili i jep tarifat dhe i jep të drejtat qytetarëve të Republikës Kosovës, thotë që tarifa e lirë fillon në orën 10 të natës, jo në 4, jo në 3, jo kur do në keci, jo kur dojnë qytetarët veç e tek e tek. Pra ka rregull, ka vendime dhe këto vendime nuk janë zbatu, prandaj jam sot këtu te zyra rregullatorit të energjisë me kërku llogaridhënie dhe me kërku që këta me marrë masat adekuate për ndalimin e këtyre keqpërdorimeve. A keni menditur në kuvend grupi parlamentar i LDK-s në mundësime më të afërt që keni? Patjetër se po, unë kam u drejtu edhe tek ministria për me pas, sepse një njësi në kuadër të Ministrisë Infrastrukturës është përgjegjëse për kalibrimin e njësorëve elektrik. Kemi dëgjuar që nuk ka pasur persona përgjegjës në marrëdhënie pune dhe pastaj tek prokuroria speciale dhe prokuroria themelore do të adresohemi me komplet të dosjet të cilat i keni pa dhe po i bëj publike vazhdimisht. Pra qindra, mira, qytetarë po vazhdojnë me mshenu, me kërku edhe nga unë që mos ndalem në zbardhjen e gjitha këtyre fakteve dhe gjitha këto dëshmi po i mbledhim për t'i dorëzuar tek organet kompetente. E ka leju kecën me na vjetë. Që kjo zyre është kujdes që mos me u implementu vendimet dhe ligjet e tyre. Për shkak të kësaj zyre, janë manipulu qindra njësore elektrik në Republikën e Kosovës. Dhe qytetarët janë obligu me pagu shumë ma shtrejt se sa që ishtë dash me pagu. Dhe tash s'ka akoma përgjigje. Po presim të dera.